është parimore, kjo është e përgjithshme dhe parimore, po mundohet që legjislacionet të caktuara në disa pika mund të bien ndesh me të drejtën si kumt hynor. Absolutisht, ekzistojnë, kanë ekzistuar dhe vazhdojnë akoma dhe të ekzistojnë edhe legjislacionet, jurisdiksione ose shtete të cilat normalisht kanë një sistem ligjor që bie ndesh fort plotësisht me drejtsinë hynore ose me atë çfarë realisht Zoti neve na ka porositur. Janë sistemet krejtësisht totalitare, si ato fashiste ose komuniste. Që edhe ato janë të mbështetur në një farë mënyrë në legjislacione. Ato janë krejtësisht të mbështetura në legjislacion, ato e rregullojnë komplet veprimtarinë e jetës në atë shoqëri në bazën e legjislacionit, por normalisht ai legjislacion cënon edhe dëmton natyrën njerëzore, bie ndesh plotësisht me të natyrshme, bie ndesh plotësisht me vullnetin e vetë njeriu. Siç në rastin e sistemit totalitar 50 vjeçar që ne e kemi lënë 20 vjet më parë kemi lënë mbrapa, pra jemi shkputur, që thuhet që nga pikpamja ligjore gjithçka funksionon të rregullt, nga pikpamja ligjore, por ai legjislacion nuk i përshtatej drejtësisë hynore, nuk i përshtatej dhe vetë natyrë dhe vetë të brendshmes së njeriu, nuk i përshtatej vetë vullnetit të tij, nuk i përshtatej vetë ndjenjave të tij. Nuk ishte një përputhje midis asaj që shkruaj dhe asaj çfarë realisht njeriu ndjente dhe dëshironte në brendësinë e tij. Ky është edhe paradoksi i këtij sistemi dhe ky është edhe paradoksi i çdo sistemi totalitar që dhunon vetë njeriu.